Një tjetër duel shumë interesante në kampionatin kombëtar të futsallit pikërisht 5x5 në mboshën 40 vjeç është edhe Universiteti Luiz Gorakuqi dhe Gazetarët e Shkodrës me kapitenin e ekipit të Universitetit Fatum Nuria, një ish futbollist i vllaznisë të vite. Një pjesë e parë shumë luftarake, ka luajtur avantazh ju, barazuan gazetarët dhe përsëri ju morët avantazhin. Shpoj falenderojmë për intervistën. Është kënaqësi që të marrim pjesë si përfaqësues të Universitetit Shkodrës në këtë kompeticion të rëndësishëm. Sigurisht loja i njeh gjitha rezultatet si pjesë të parë, ndoshta edhe ekipi don pak kohë për të konsoliduar, por shpresojmë që të arrijmë fitoren në fund. Nuria, duke pas parasysh dhe të kaluarën tuaj si futbollist i vllaznisë, sa e ndjet peshën asaj përvoje në këtë ndeshje sot? Sigurisht ne ndihmë kënaqësi që i kthejnë fushave të mbledh, edhe jo se nuk i frekuentojmë gjatë kohës lirë, por kur marrim pjesë në kompeticione të organizuara në formë të tillë, formë shkëlqyer themi, sigurisht ndihmë emocion përsëri. Vetëm pak problem me peshën, se në aspektin tjetër teknik-taktik ishit i përkryer. Pa e shohim këtë si defekt i moshës pak, edhe i ndryshimit të regjimit jetesës tashmë. Pa që pikërisht të kompeticionet e të ndihmojnë më rikthyen gjërat të. Me çfarë pretendimesh është Luiz Gorakuqi Universiteti? Vime pretendime maksimale. Si spari për me marrë, domethënë kem pjesëmarrës të 4 ekipet e para, edhe më pas se edhe me fituar komplet kompeticionin. Në fakt gjatë këtij viti keni koleksionuar shumë trofe si Universiteti Luiz Gorakuqi edhe në turne kombëtar dhe sidomos edhe ndërkombëtar. Dhe tash po bëhet i modës sporti në universitet. Është vërtet, domethënë si përfaqësues të Universitetit Shkodrës me studentët ka disa vite që në kompeticionet kombëtare ne fitojmë çmimet para në të gjitha disiplinat ku marrim pjesë, kryesisht në volejboll, futboll, basketboll. Por që i përngjan pak edhe kompeticioni sotëm, vlen për të theksuar që vitin e kaluar dol me kampion edhe ndërmjet stafeve të universiteteve si publike ashtu aty në private në rang kombëtar. Shikojmë në fushën e lojës edhe kolegun ton Ardi Hoti, që është pedagog pranë këtij universiteti, në formë sportive duket Adi. Duket në formë sportive, ishte edhe dëshira e tij për të qenë pjesë e ekipit, sigurisht edhe me mikpritjen tonë dhe siç e shihni është shumë i angazhuar me shumë pasion edhe po paraqiten në fushën e lojës. Ishim me Fatum Nuria, ish futbollist i vllaznisë dhe sot në kampionatin 5x5 Master quhet, që organizohet nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe Shoqata Rajonale e Futbollit Shkodër. Një ish futbollist, por një kapiten dhe një lojtar shumë aktiv për Luiz Gorakuqi në Universitetin e Shkodrës. Ju falenderojmë vetë dhe edhe ekipit tuaj ju urojmë sukses, ekipit të mediave. Sfundit fitojnë ekipin më i mirë. Unë besoj se një barazim mund të jetë sot i kënaqshëm për të dy skuadrat. Absolutisht, po faktikisht çunat janë përfituar aty. Nuria, faleminderit. Faleminderit ju.